Presidenti e Kosovës, Vjosa Osmani, ka deklaruar se vazhdimi i masave ndëshkuese që Bashkimi Evropian ka vendosur ndaj vendit mbetet i pashpjegueshëm, i padrejtë dhe i paarsyeshëm. Gjatë një takimi me raportuesin për Kosovën në Parlamentin Evropian, Riho Terras, Osmani kërkoi mbështetjen e tij për heqjen e këtyre masave që bloku evropian i ka vendosur më 2023-shin. Presidenti Osmani kërkoi mbështetjen e zotit Terras për heqjen sa më të shpejtë të këtyre masave, duke rikujtuar se ato dëmtojnë qytetarët dhe minojnë besimin në procesin e integrimit, teksa Kosova ka përmbushur çdo kërkesë të paraqitur nga partnerët evropian. Sipas presidentes Osmani, heqja e masave do të ishte një sinjal i fuqishëm për qytetarët dhe një mesazh inkurajues për vazhdimin e reformave. 2 vjet më parë, BE-ja vendosi disa masa ndëshkuese ndaj Kosovës për shkak të rritjes së tensioneve në veriun e vendit, të banuar me shumicë serbe. Në maj të këtij viti, shefja e diplomacisë së BE-s Kaja Kallas, gjatë një vizite në Prishtinë, tha se bloku ka nisur heqjen graduale të këtyre masave. Ndër të tjera, Osmani tha raportuesit për Kosovën në BE se është e nevojshme që kërkesa e vendit për antarësim në Union të procedohet sa më parë që antarësimi të bëhet në bazë të meritave. Nga shtetet e Ballkanit Perëndimor, vetëm Kosova është prapa në rrugën evropiane, pasi është vendi i vetëm që nuk ka as statusin e vendit kandidat.